emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Profesor Ardian Civici është një nga zërat më të rëndësishëm për çështjet e ekonomisë dhe biznesit dhe ne kemi nderin ta kemi sot në pjatë. Faleminderit profesor. Faleminderit. Kur shohim në qytet kulla, shohim në Bregdet resorte, shohim pallate, shohim vila dhe shohim gjithmonë më tepër të lartësohen godina, por dhe të rriten çmimet. A po pasurohet Shqipëria? Po nga ky këndvështrim natyrisht po, sepse kur flasim për pasurimin e një vendi, një kombi ose edhe një grupi caktuar social, natyrisht të gjithë elementet që lidhen me vlerat caktuara, që nga kapitali që është vlerë monetare, deri te kapitalet e tjera si kapitali natyror, kapitali reputacional apo shumë kapitale të tjera, natyrisht që janë pjesë e pasurisë së një vendi ose një kombi. Kështu që në vetvete, pavarësisht nga shumë nuanca apo aspekte që ne mund të diskutojmë, thjesht në pamje të parë, këto lloj elemente që ju përmendët, që lidhen kryesisht me ndërtimin, natyrisht që është kapitali i investuar në një fushë caktuar, pra direkt dhe indirekt është një shtim i pasurisë së Shqipërisë në këtë rast. Nëse do ta shpjegonim historinë e Shqipërisë aktuale me tregun e real estate, çfarë histori do i tregoje kolegëve tuaj? Real estate ndoshta është një nga sektorët, për mos thënë ndoshta dhe i pari, nga sektorët më dinamik që të rroqin në mënyrë të menjëhershme dhe në mënyrë masive kapitale të ndryshme. Që në vitin 1991, ku ne filluam periudhën e tranzicionit dhe edhe ndryshimit, aktori kryesor, si thua, që merrte vendimet në një ekonomi liberale kapitaliste, siç ishte ekonomia shqiptare, pavarësisht nga tmetat apo nga dobësit, por në thelb ishte e tillë, tregu orientoi në mënyrë të ndjeshme një pjesë kapitaleve në ndërtim ose në real estate. Këtu mund bëj një përjashtim, një shpjegim të vogël, që kur flasim për sektorin e ndërtimit, nuk duhet kemi parasysh vetëm real estate-in, vetëm banesat, por këtu futen dhe gjithë ndërtimet e infrastrukturës, të cilat kryesisht financohen o me investime tuaja direkte, ose me investime publike, ose me sistemin tani, me sistemin e partneritetit publik-privat. Dhe faktikisht, sidomos në periudhën e 10-15 viteve përpara, pra nga periudha 91 deri 2001 apo 2005, ne ndjeshim edhe të habitur kur shikonim shifrat dhe konstatonim që sektori i ndërtimit kishte thithur mbi 20 miliard euro, dollar dhe euro në atë kohë, për tu përdorur pikërisht për ndërtimin. E para ishte një nevojë, Shqipëria ishte një vend që duhej bërë nga e para për shumë gjëra, sepse nuk ekzistonin këto lloj ndërtimesh për këtë natyrë. E dyta, gjithë kontingjenti i banesave në Shqipëri ishte kryesisht i vjetër ose i ndërtuar në mënyrë jo shumë cilësore, dhe nevoja për të pasur edhe një banesë më të mirë, shoqëruar kjo sidomos me gjithë lëvizjen e madhe të popullsisë. Nga ana tjetër, edhe krijimi i disa kushteve apo si dhe një lloj mentaliteti i të jetuarit më mirë, pra njerëzit filluan të bëhen më të ndjeshëm për të pasur dhe një shtëpi në plazh, për të zhvilluar dhe turizmin më shumë Shqipëri, që të kishte kapacitete që ta afronin, jo vetëm për të huajt, po edhe për turizmin e brendshëm dhe për shqiptarët. Dhe mbi të gjitha ishte një sektor që si pasojë e kërkesës madhe, ishte sektor që pothuajse në çdo rast dilej me fitim. Ky është një dinamik që pak vendet botës e kanë pasur me këto përmasa dhe në këto me këtë përqindje të lartë. Nisur nga kjo dicitur, a janë shqiptarët të varfër sot? Po, varfëria është relative, sepse këtë pyetje mund ta bësh edhe për amerikanët, edhe për europianët, edhe për afrikanët, edhe për aziatikët. Në çdo vend mund të thuash a janë kinesë të varfër, a janë francezë të varfër, apo janë amerikanët e varfër. Por gjithsesi ka disa indikatorë. Pikërisht, përgjigja është e ndryshme sepse varet nga disa kushte mesatare, mbi të cilat llogaritet pastaj niveli i varfërisë. Aktualisht, sistemi më i përdorur është sistemi që bazohet në varfërinë monetare, përcaktuar nga Banka Botërore. Pra,
niveli i varfërisë ekstreme ose varfërisë thellë, që në gjuhën e përditshme quhet mizerje, varfëria relative, që është 5-6 maksimumi 10 dollar në ditë për person, si të ardhura, pjesa e niveli mesatar dhe pastaj niveli gjysmë, si thua, pothuajse i pasur dhe shumë i pasur, që janë nivelet e larta. Shqipëria kryesisht dhe nga gjithë statistikat dhe indeksat që ne llogaritim, e ka shumë të ulët ato që quhet varfëri ekstreme, pra mizerën, por ka një varfëri relative të cekët por të zgjeruar, pra që ka sipas rasteve ka qenë 40-45% e popullsisë, në momentet caktuara ka zbritur në 25-30, pastaj është rritur më tej. Kush është dallimi mes rritjes ekonomike dhe pasurisë? Sepse rritja ekonomike është një tregues që si performon ekonomia nga njëri vit në tjetrin. Pra, është një ekonomi në zgjerim, është një ekonomi në stagnacion apo është një ekonomi në recesion. Kur themi që kemi një rritje ekonomike 3, 4 apo 5%, do thotë që në krahasim me një vit përpara, ekonomia shqiptare është bërë 5% më e madhe. Pra, nëse në mënyrë simbolike po themi që është një 20 miliard euro GDP-a e Shqipërisë, 5% më shumë, që është gati 100 milion, është rritja e vjetore. Por problemi është si shpërndahet kjo rritje vjetore. Dhe mënyra se si krijohet dhe si shpërndahet të çon pastaj në përgjigjen e pyetjes tuaj që a jemi më të pasur apo jemi më të varfër. Sepse si jemi në fakt. Si rritje ekonomike kemi pozitive, si shpërndarje të rritjes ekonomike për gjithë shtetet e popullsisë është disproporcionale dhe prandaj përdoret shpeshherë dhe termi inclusive growth dhe exclusive growth, pra rritje ekonomike gjithëpërfshirëse ose rritje ekonomike si thosh veçuese, ku disa përfitojnë më pak, disa përfitojnë shumë. Pse shqiptarët janë gati të vdesin për pronën? Është çështje kulture apo është çështje ekonomie? Ato janë bashkë, po mendoj që më shumë është çështje kulture, sepse duke pasur një pronë shikojnë veten të lidhur se zotrojnë diçka, aq më tepër që duke qenë që prona ka qenë një gjë e ndaluar, ripronësimi, si thoshë shqiptarëve joni në shumë aspekte, na bën që të ndihemi më të sigurt. Por, po të shikosh pastaj mënyrën se si e përdorim pronën, si element për të investuar, si element për të bërë një biznes apo gjëra të tjera, natyrisht e kupton që më shumë mbi zotëron e para se sa e dyta. A është prona investimi më i mirë për shqiptarët? Po, prandaj thash që quhet investimi më i mirë nëse ajo pronë do përdoret sjell të ardhur për një investim tjetër.